Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë, Allahun e madhrojmë, vetëm për t'i ndihmë të falë e kërkojmë. Të ndëruar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës dhe sonte me lejen e Allahu xhalla wala vazhdojmë me surën An-Nasr. Nga se në takimin e kaluar kemi mbetur në gjysmë të trajtimit të kësaj sureje. Këto sure që po i marrim të ndëruar vëllezër, padyshim që është kënaqësi me i dëgju, është kënaqësi me i përjetu këtë çaste të këndshme në hijen e komentit të fjalëve të Allahut Azza wa Jall, mirë po duhet që secili prej nesh me ndinë një lloj përgjegjësie karshi asaj që e dëgjon dhe e merr. Për faktin se ky Kur'an ka ardhur që në ndryshon mendjet, zemrën tonë, në vetëdijson, në udhëzon në rrugën e duhur, na jep stabilitet, qëndrueshmëri deri në takimin me Allahun xhalla xhelaluhu. Rrugtimi nuk është i lehtë, nuk është i shkurtër, por është i këndshëm për shkak se është në emër të Allahut dhe është me shpresë në shpëlimin e Allahut te barekuhu teala. Në surën An-Nasr kemi thënë se është një sure e cila në renditje ka ardhur mas surës El-Kafirun, apo? Kemi thënë surë El-Kafirun ka zbritur në fillim, surja An-Nasr ka fundi. Edhe pse janë të ngjitura në kuptim të radhitjes, janë shumë lartë në kuptim të zhvillimeve. Mes surës El-Kafirun nga surja El-Kafirun e deri te surja An-Nasr ka pas shumë zhvillime, ka pas shumë sprova, ka pas shumë sakrifica, ka pas shumë përpjekje, ka pas shumë lodhje. Pastaj ka ardhur surja An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, çlirimi i Mekës. Dhe kemi thënë të ndëruar vëllezër se përkundër faktit se ka shumë zhvillime, ka shumë ngjarje, ka shumë sakrifica ato që përmenda, megjithatë kur vjen ndihma e Allahut, kur vjen shpërblimi i Allahut te barekuhu teala, besimtari shkarkohet nga barra e të gjitha asaj të kaluara dhe tashmë ndihet i qetë dhe i lehtë dhe i duket sikur që nuk ka ndodhur asgjë në të kaluarën. Prandaj kështu dunjaja të ndërruar është e mbushur me mundësi për të fituar, është padyshim një treg ku besimtari pagun koston e kërkuar për kënaqësinë e Allahut xhalla wala. Dhe përkundër lodhjeve dhe përpjekjeve dhe mundimeve, ai e din se takimi me Allahun është i afërt dhe atje pastaj është çlodhja, edhe është shpërblimi dhe është lumturia. Prandaj Allahu në surën Ankebut kur përmend ligjin e sprovës dhe përmend se ai që mendon se në këtë dunjë kalon pa pagu çmimin e saj, ka gabu, nga se Allahu te barekuhu te teston robët e tij. E pastaj kur përmend këtë, dy rreshta më poshtë në Ankebut thot se ai që beson Allahun xhallahu ala, çka do të më pas parasysh? Fa inna ajala Allahi la'at. Caktimi i Allahut për fund është duke ardhur. Në çdo ditë njëri është në hap më afër Allahut te barekuhu teala. Çdo kush, sesi njëri, çdo ditë që kalon, njeriu është më afër Allahut xhallahu xhelalu. E afërsia për dikën nën kupton shpërblimin dhe kënaqësinë, e afërsia për dikën nuk kupton dënimin, mjerimin dhe hidhrimin. Andaj vije surja An-Nasr që na i shpalos gjitha këto horizonte të shpresës, të shpërthen tek besimtari motivin e mjaftueshëm që të vazhdon tutje në besimin e pastër, në distancimin nga çdo besim që bie ndesh me imanin që Allahu xhallahu te barekuhu ja dha pejgamberit ai na mësoi neve alayhi salatu wasalam, dhe që të shpreson se ai do të jetë gjithmonë fitimtar, përderisa është i kapur për litarin e Allahut te barekuhu teala. Surja An-Nasr, përveç se është sure që na informon të ndëruar për një ngjarje madhore që ka të bëjë me çlirimin e Mekës, surja An-Nasr është edhe një hartë orientuese, është edhe një udhëzim, është edhe një metodë që e mëson besimtarin cilën rrugë duhet me njek. Cilat ato udhëzime që duhet ai me njek gjatë rrugtimit të tij deri tek Allahu te barekuhu teala. Dhe kemi përmendur se ardhja fjalës Nasr edhe Fath
që është ndihma dhe fitoria, nuk është i rastësishëm. Nga se nëse fitoria në këtë rast është Mekeja, e nasri ndihma Allahut edhe përkraja çka është në shumë forma. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pej ditës së parë, kur e ka shpall ajetin e parë, Iqra, kur i ka ftu Kurajshit e Mekës në besim, ai presi dhe ka fitu. Ka fitu nga se është nda nga besimi i kot, ka fitu nga se është nda nga zakonet e qëroditura, është nda nga bestytnit, është nda nga besimet e kota. O mendin kur ti arrin mu pajis me besim duhur, çlirohet mendja jote nga këto besimet kota, ka për shpiritarë Allah xhallahu ala, çfarë ditë ke fitu, çfarë ditë shpallë fitoren. Pastaj rri gati kësaj fitore që ta shpallësh pastaj edhe fuqishëm ditën e takimit me Allahun te barekuhu teala. Andaj besimtari kalon beteja të shumta, si çdo njeri. Jeta në këtë dunjë është me beteja. E kemi cikë të surja El-Balad, ku Allahu tha, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Njeriu ne kemi kriju që të kalon vështirësi. Prandaj nuk është vështirësia opsionale, apo do nëse po don. Vështirësia është ligji i Allahu xhallahu ala. Mirë po, varet njeriu mundin për të kalimin e vështirësisë ku orienton. Në knaqësitë e Allahut apo dikun tjetër. Ç'kjo është këtë apo? Nuk ka dikush që nuk lodhet në dunjë. Nuk ka dikush që nuk munohet. Këtë munohen, këtë lodhen, këtë përpjekin, këtë mërziten, këtë smuan, këtë kalojnë sprova, të gjithë. Nuk është kjo çështje e lehtë, nëse beson sprovosh, nëse nuk beson, dunja me spaka këtë mirë. Nuk ka kështu. Na shumë që njerëz nuk besojnë, vuajnë, qjekin keq, vriten padrejtisht, edhe s'beson. Ka kështu. Ka njerëz që nuk besojnë Allah xhallahu ala, mirë po u bëhet e padrejtë. Ju shkelin të drejtë, ka kështu? Ka. Ndonjëherë është e përzime. Mirë po, ku është fitoria? Fitoria është që t'i japësh kuptim ballafaqimit me sprovat. T'i japësh kuptim ballafaqimit me vështirësitë. Në emër të Allahut e për të Allahut. Ç'kjo fitore? Ti ke fitu kur ke ditë që shme luftu. Qëtëherë? Edhe kur ke ditë për kanë duhet me luftu dhe me u përpjek. Ndaj këto suret me gjithë faktin se janë ndoshta të shkurta në formulim, por janë shumë domethënëse në kuptim. Dhe zakonisht njerëzit suret e mramta, 10 suret e mramta i marrin si suret fëmijëve. Këto fëmijë i mësojnë këtë sure. Na në sure Bakara, në sure An'am, në Medit. Jo Allah thon, Kurani është çdo ajet i tij është i madh thon. Këto janë suret fëmijëve. Këto sure fëmijët i mësojnë po përmendsh. Fillojnë nga këto sure me mësu përmendsh Kur'anin. I për aspektin kuptimor, janë për të mbaj, janë për të pjekur, janë për njerëz që do me bart misionin e dur mbi supet e tyre. Andaj çdo sure e Kur'anit e në veçantë këto të fundit janë shumë domethënëse. Janë shumë përmbledhëse, pasi flasin direkt për njeriu, flasin direkt për orientimin e tij, për jetën e tij, për shpëtimin, për dështimin, për ndjenjën madhore. Dhe këtu Allah xhallahu ala në Nasr thash e ka përmendur se ajo që e ka prit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo ka ardhur. Normal të ndërum kemi përmendur atje kuptimet të Nasrullah wal Fath wa ra'aita an-nasa isha njerëz duke yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Këtu kemi me të hyrja njerëzve në fenë Allah xhallahu ala. Dhe kemi thënë se hyrja njerëzve në fetë Allah te barekuhu teala ka ndodhur padyshim me lejen e Allahut, me ndihmën e Allahut xhallahu ala, por ka ndodhur pastaj si sebeb duke i largu pengesat që mund të kenë njerëzit në rrugtimin e tyre dhe të udhëzimit. Ka pengesa, ka dyshim, ka dilemë, ka rezerva. Prandaj na jemi të obliguar si besimtar që të gjitha ato dilema, dyshime, pengesa që dikush mund të kenë në rrugtimin e tij dhe të udhëzimit na më largu. Kjo është puna jonë. Ndërsa kurorëzimi final i këtij procesi me udhëzim apo jo është në dorë të Allahut te barekuhu, jo në dorën tonë. Prandaj na largojmë pengesa. Shpjegimi i surës Nasr, a largon pengesat? Po largon. Çdo sqarim, çdo jetë largon pengesa. Çdo hadith që shpjegojmë largon pengesa. Çdo sjellje jonë e mirë largon pengesa. Çdo unitet jonë largon pengesa. Çdo model i mirë që ofrojmë largon pengesa. Gjithçka është në shërbim të largimit të pengesave. Andaj ne kemi të obliguar që me i largu pengesat. Çdo pengesë që njerëz mund ta kenë në udhëzim na duhet me largu. Me këtë çka mundësi atë. Këtu Allahu xhallahu tha wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ti sheh njerëz duke i në fenë e Allahut te barekuhu teala. E ka përmend fi dinillah. Mirë,
sikur të kishte me thonë, ishe njerë duke i ndin pa Allah, a do të kishte të njëjtin kuptim? Dini që ka pas pejgamberi sa fjala din, a është i Allahut krejt, apo ka të Allahut e ka diçka që është Allahut? Jo, këtë është i Allahut xhallahu ala. E pse ka arfi dinillah? Ka kuptim. Din të ndërrua vëllezër në gjuhën arabe i ka disa kuptime. Një nga kuptimet është edhe pushteti, edhe sundimi. Apo çish ka thonë Allahu në suni Yusuf, lem yekun liyakhudha akhahu fi dinil malik. Nuk është me pas mundësi me marrë vllahun e tij në pushtetin e mbretit. Mbrana atij me fu din e ka përmend. Edhe kjo është din. Po se pushteti imponon din. Imponon sistem, mënyrë tjetëtorit, edhe kjo është din. E këtu Allahu xhallahu ala nuk e ka shpall fitoren se pejgamberi alsa më shbo tash sunduesi, por që njerëzit e kanë kuptuar që Allah është i adhuruar i tyre ato. Prandaj po është e rëndësishme ka shumë pak e kuptime se udhëheqësia në dorë të kujt është. Po para kësaj është i adhuruar i kush është. A kupton njerëz kë duhet më adhuru dhe kë duhet më njeh. Dhe Allah ka thënë fi dinillah, rajte nas yadkhulun fi dinillah. Njerëz hyjnë në fenë Allah xhallahu ala. Dhe gjithashtu çështja më e rëndësishme këtu të ndërruar që të më kuptuat te ky pjesë është se Allahu te baraka taala e ka shpall fitoren e çlimit Mekës me hyrjen e njerëzve në fenë Allahu te baraka taala. Njerëz kur kanë në fe në atë kohë, në cilën fe kanë hyrë? Në fenë që ka qenë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në qatë fe që Allahu xhallahu ala ka përmbyll me ajetin sunë al-Maide, el jaume akmaltu lakum dinakum, sot u plotësova fenë e juaj. Fenë e juaj çfarë është ajo fe? Ajo që ka qenë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të ndërrohet vëllezër. Hyrja e njerëzve në fetë Allahu te barekoteala është kënaqësi, është fitore, është ndihmë Allahu xhallahu ala kur të hinë në kuptimin e fesë sipas asaj që ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me po më bon njerëz për shembull me hinë fe, po jo ka porta Kur'anit dhe Sunetit. Për shembull hinë fe, po bëhet musliman kushtimisht ama e mohon Sunetin. Se ka i katera kuranistëve që i thënë vetë ata janë kuranist. Se kuranist është me një Sunetin, që jo Kur'an. Po i ka me kuptim që domthonë mjaftohen me Kur'an. Po edhe kështu gabim është me thonë kuranist. Po së qoftë, është temë që me ta identifikohen. Edhe hinë këtë grupacion, a duhet më gëzu? Së është gëzimi plëcum, ja, s'ka i, hala apë. Fidini la, kur t'hinë, në ato që ka e kalon pejgamberës më umetën e ti. Në ato që është të rashëgu gjenerat pas gjenerat, nga sahabet, tabinet, e pas taj djetartë me radhë, deri në kohën e satshme. Djetarë që ka një gjurmët e të parëve, gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj, kur ka përmend pejgamberi asam ndryshimet e gjendjeve në umet, që ka fillu ngritja këtij umeti dhe ka me kalu, përmend faza ndryshme që kalon në për diktatura, në për mënyrat ndryshme të organizimit jetësore, politike kësë më radhë, pastaj faza përfundimtare është mu kthy ala minhajin nubuwa. Mu kthy në frymën çfarë ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Çaj është kthim? Ato të tjerat kanë qenë po me bredhje, me huqe ka pak më e kthimi përfundimtar, domethënë finali i këtij umeti është kthim në udhëzim të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Edhe zatën fitore matet me finale. E ke pa gjatë rrugës për shembull, mush me koni 10, 15, ama gata maratona. E në kilometrin e fundit deli pari. Ngjesh i pari për shkak të fundit. Dhe kjo met ka kalu në për lloj-lloj përçarje, risish, devijimesh, ideologjish ka kalu. Por strumbullari ma gjithmonë i pastër e ka rujt Allahu fen me dietarët e pastër. E pse në kurat caktuara ndoshta kanë qenë minoritet, të papushtet, të shtypun, por që ka rujt bërthamën. Dhe kthimi do të bëhet i këtij umeti e na shpresojmë që kjo val e kthimit të muslimanëve në fe është përgëzues për kthim në udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj
është përgëzim ku njerëzit kthehen në rrënjët e tyre, në besim e drejtë e tyre. Që është feja Allahut? Andaj kemi thënë disa herë të ndërlozër se askush nuk e ka të drejtën, absolutisht, që me bën ndërhyrje në fetë Allahut azza wa jall. Nuk ka drejtë. Njëri e ka të drejtën, po them kushtimisht kufizuar, a ka me zbatu, a s'ka me zbatu, a ka me besu, a s'ka me besu, çështja e tij personale. Për këtë jep llogaritë tek Allahu azza wa jall. Po nuk ka drejtë me ndërhyj, me i kallëzu për shembull muslimanëve se çysh duhet më duk feja tyne. Jo, këtë nuk mund t'ja provojmë askujt. Këtë dietarët nuk e kanë liu vetes tyne ato. Madje Allahu te barekuhu teala këtë s'ja ka liu pejgamberit sa, jo që ai ka dashur, po e ka prekë këtë mundësi atë. Ata kanë kërku që një tjetër Kur'an të kështë pru. Hajde, bojnë e ka kompromis. S'ki ti ndorë kur gjë. Lejse leke minet e emri shej. Ti në këtë aspekt s'ki ndorë kur gjë. Që është Allah, kjo është feja Allah. Fi dini la. Që Allah konë fi dini la. Njerëzit i shetë duke i në fejtë Allah. Do në fejtë Allah ka përmbajtje, ka kuptime, ka udhëzime. E ka një fillim, e ka një mbarim. Që kjo është feja Allah gjellë gjallu. Feja Allah gjellë vala. Kur themi për shembull ne xhamia, tash ku jemi xhamia Isabeu, apo a din ti këtë xhamia Isabeu? Po e din, e ka një fillim, e ka një derë, e ka një kur dish një 100 metra ato s'tur më xhamia se dolëm apo. Ma e thëja që është apo. E ka një mur, edhe një port, ka hin, e ka një derë që del. A ka mundsi dikush me një fe që s'është musliman, a ka mundsi? Ka mundsi. Një so musliman, do me i, a mund me i. Mund me i se, din ku du të me hi. Po një që omrena, mund me dal, qysh nuk mund me dal. Mohën diqka, bën diqka që nëzirë për fejë, del për fejë atë. Prandaj, feja i ka kufit e vetë. Njerëzit mrena kufive, hi në dalin, përlemi tyne. Ama feja duhet me kune mbrojt, me kufit e sajt mbrojtun. Asë nuk kemi ata që e zgjënojmë, asë që të kurin. Kjo është e ka shpo Allah, zë qërë. Adhe, përdimet e njerëzve, me në kalëzu qyrët me konë feja jonë, për shambull, me në kalëzu cilë islam të na me jetu. Këto jenë, dhe me thonë, tendencat të rëzikshme, dhe është fyse për neve, dikush që me në kalëzu që ta qështu të me konë islami. Cilë islam? Cilë islam? Në islam është. Inë në dina, inë dhe Allah në islam. Mos pajtimet e djetarve, në kuptimi juridik, jenë mrena gjamis, jenë mrena mureve, alhamdulillah, jenë mrena mureve. Që aty ku Allah ka dhënë mundësi që të ketë mos pajtime, rreth një interpretimi, rreth një kuptimi, janë të pranume. Ato që janë të pranu nga dietarët e Ehlis Sunnetit. Mirë po, me ardh dikush nga jashtë, më na kallëzu për shembull se feja a është tepër, a nuk ka tepër apo pak, është pa kompetenca. Andaj të ndërvozër fatkeqësisht musliman nuk po kursehen që sa kohë të gatë në ndaj sulmeve ndryshme që godasin dëmon fetarin e tyne, godasin përsaktimin e tyne fetar, godasin adurimin e tyne, e kështë më radhë, kur gjën nga fejo nuk kamit e kursyër pa u godit, nga qartëse të saktuara të njerëzve që janë pakic, por shiten si shumic, që janë të dobët, por shiten si të fort. Na muslimat dim që ka feja jonë, e dim shumic që është veni jonë, e dim shumin ku jetojmë. Elhamdulillah, me sheku kemi arrit që me menaxhu me gjitha të mundshmet, edhe me med të vene, edhe me u përgjigj për gjitha kërkesave të dheu të venit, po edhe me med musliman. Këtë punë e dina fort mirë, se kemi sefte, edhe gjyshrit tanë, të parët tanë, qështu kanë ecë ato. Kanë ecë, e ata kanë pas rreziqe, shtypje, ja kanë dalë. Por kur s'kan pranu që dikush me u vizatu ku fejt e festin ato. Kanë tentuar të parë për para, mi thonë, hiq në këta, kjo së fe, këta së bënish, kanë tentu me paketu një fe caktume, s'kan pranu e gjellar të vjetër, s'kan pranu, janë burgos, janë shtyp, ka musliman që ndëvra për këtë punë, ama s'kan pranu diqka që është e fes, me thonë, a diqka, po e lojmë në qëta, ja s'kan pranu, përshka këso diqka që e kemi të shajt, e kemi të veçantë, kërë që këto tendencat të ndëvozën, pa dëshim janë dhimshme, janë shqetësuese, por besoj që urtësia, maturia jonë, zbashko, gjallare, gjemate, besimtar, kanë me di që shmi adal me lina dhe të manuar, që mos me leju që provokimet e njerëve t'il,
me shkaktu përqarje, apo me shkaktu problemin mesin e besimtarëve. Ama janë provokative, janë tendencioze. Po megjithatë, besoj që përkushtimi besimtarëve ndaj fesë, ndaj adhurimit, afërsia atyre me xhallar, me njerëzdishëm, do që mundson që edhe kësaj radhe më ia dalin inshallah në gjitha fazat e këtij provokimi. Allah tha fi dinillah, feja është Allahu xhalla xhelalu, andaj kur e përmendi Allahu xhalla wala wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah. Këtu në surën Nasr të ndrozur, në surën Nasr janë përmend disa emra të Allahut. Është përmend emri Allah, është përmend emri Er-Rabb, edhe është përmend emri Et-Tawwab në fund. Përmendja e çdo emri në vend caktuar është shumë domethënës. Për shembull, atje fasabbi bihamdi rabbik. Këtu Rabb është përmend. Apo innahu kana tawwaba. Tawwaba që është përmend. Këtu është përmend wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah. Është përmend emri Allah. Kur është përmend feja, është përmend emri Allah. Pse? Për t'regu se feja Allahu xhallahu ala është e ndërtuar dhe kompletohet dhe pranohet kur hyhet nga porta e adhurimit. Se ai të kishte më qenë për shembull dinu Rabb. Rabb është me pranuar se Allah është krijuesi. Allah është furnizuesi. Din këtë nivel të besimit kanë qenë në Kurajsht e Mekës. Mirë po ata se kanë të kalu këtë prag që me shku të niveli i adhurimit. E Allahu xhallahu ala ka sjellë fen për adhurim, jo veç për konfirmim. Veç me pranu ka Zot, ekziston. Ai na ka kriju edhe këtu e marr fund. Din këtë nivel nuk është feja Allahut. Feja Allahut është dinillah. Kur nga niveli i besimit se Allahu ekziston dhe konfirmimi se është krijuesi, ka lënë nivel të adhurimit edhe nështrimit. E ç'kjo është feja Allahu xhallahu ala? Feja adhurimit e nështrimit dhe përruajtjes ndaj Allahut te barekuhu teala. Prandaj ai që do të më mësoj ti kujt fen, do të më mësoj adhurimin. Ai që do të më mësoj ti kujt fen, do të më mësoj pasimin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ç'kjo është feja? Për sa ka me emrin Allah, se emri Allah aludon në krijim apo adhurim? Në adhurim aludon. Emri Rabb aludon në krijim dhe sundim. E kur përmend feja Allah xhallahu ala, feja Allah çka ndërtohet? Ndërtohet mbi adhurim. Nga feja Allahut kërkon nga pasues, nga besimtarët, nga i thartë e saj kërkon besimin në Allah xhallahu ala, i cili i shtyn besimtarët det adhurimit. Jo që besim pasiv, mbetet vetëm konfirmim. Për këtë fe ka thonë, për këtë fe nuk ka thonë Allah xhallahu ala isha duhi, se çështu janë kohën ata. Kurajsht e Mekës kur ka ardhur pejgamberi sa çfarë besimi kanë qenë? Po ata kanë pas idhëri. Në raport me Allahun xhallahu ala, a kanë besu? Po, nëse i pyet kush i krijon, kush i furnizon, kush i ka, këtë ka thonë Allahu xhallahu ala. Ata kanë mbetë në nivelin e konfirmimit, pranimit. Mirë po, kur ka ardhur faza, periudha e adhurimit, i kanë bërë Allahut shok. Këtë betejë konë qëto. Këtë betejë konë të adhurimi, jo të pranimi. Prandaj, duhet me mësu muslimat me adhuru Allah xhallahu ala. E kjo është fazë e rëndësishme edhe test i shpërndarjes për hapjes fesë kështu më radhë. Adhurimi Allah te barekuhu teala. Nga se ka ardhur fi dinillah, në fenë Allah xhallahu ala, që emri Allah është treguesi i adhurimit. Gjithashtu të ndërrozë, këtu është përmenda çlirimi. Kemi përmend të kaluarën, derisa kaluam edhe për Mekën, veç një shtuec këtu te Mekja, e kam përmendur se çlirimi i Mekës nuk është çlirimi i rëndomt. Nuk është sikur se qytet i zakonshëm. Nuk ka për shembull si me çliru Mekën, si me çliru për shembull Taifin. Nuk është njëjtë. Nuk është njëjtë sikur se me çliru për shembull Nejdin. Ja, Mekka është një veçantë. Pse u kanë veçantë? E kemi treguar derisa kaluar tu veç një plotësim. Të ndrozur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë për 23 vjet që në mes të besimtarëve, krejt çka ka çliru, ka qenë Mekja. Mekja dhe Medine, që në raport me çlirimet e mëtotjeshme, është shumë hapësirë e vogël në hartën e, domethënë, shtetit islam të asaj kohe. Sa ka qenë, domethënë, harta e madhe
e islamit në atë kohë, sa ka qenë gati gjysmë e dunjas të popullimit në atë kohë ka pas, apo? E aja hartë, në raport me hartën që ka në pejgamber sa ka qenë? Shumë e vogël. A në kupton këse aja që ka qëllëru pejgamber është ma pak se ata që ka qëllë mastine? Kuptim geografik, po. Ma pak është, geografikisht, kjo pak, ata ma shumë. Po nuk ka qëllimi me geografi. Këtu Allah i ka thonë qëllimit Mekës, Nasrullah u el-Feth. I ka qëtë Allah qëllim madhë. Pse? Nga se të ndërruar vëzër, Mekë është kibla. Kur di njerës ku mu këthy, dhe kibla është në durë të sigur ta, ka të shkojsh s'ki për le më, se din ka mu këthy, din ka me shku, e ki kiblen. Përndaj pejgamber sa, kiblen e u ka siguru, orientimin u ka siguru, burimin e mësimin u ka siguru, apo pastaj për të kësaj, ka do që s'kujnë, s'ka rëzik mu. Kënë gjanë të ndërvëzër dhe kjo mësim për neve, se prindi, për shambull, nuk ka mundë si fëmijët me mësu krejt fejnë. A i shkon të avancu, mësën me vonë, mirë po, prindi du të me mësu kiblen, du të me mësu përkatsin, kujt i takon ti, qka jeti, përkatsin me mësu, kiblen me mësu, bazat me mësu, pastaj e mund më zhvillu në fe, nesër me konë, ma i tishmë se baba, sahi, në kuptim të informatave, po në kuptim të rësisë të dikimit, baba është i pare që e ka mësu kiblen, Miriam, na këthejmë ka Meka. Shumë është mëndësi me ditë ka mu këthyja, se këthimi ka Meka nuk është i rasishëm veç i trupit, po është shumë ma te përse kaqë. Andë ku na ka mësu ka mu këthy, so përrem ka të shkojsh, s'ka rëzik mu, se ti e din ka du të mu këthy, ti e din ku ti përket, ti e din ka du të më orientu, nëse që tu i ke kuptu, s'prish pun. A ma njëri cili përshamë s'ka kible, sa dhe që ka pushtet, sa dhe që ka pasuri, s'ka kuptim, ma di rëzik shumë është, sa i këthejet tani ka do që frynera, ka do që ka interes, e këthimet në bazë të interesin të rëzikshme. Besimtari këthejet me bazën e qabës, qabë është orientimi ti, a e orientuat me kible, që kjo është kible ti, prandaj, kush ka qëtiru mas shumë ti në histori islame? Pejgamberi s.a.s. Geografikisht ma pak, ama kuptimisht shumë ma shumë. Nga se qëtërimi Mekës ka pas kuptimin më të madhë, se qëtërimi krejt qyteteve tjera e veneve tjera që e qëtëru mas Muhammedit s.a.s. Përdaj bazët e më rëndësi. Për të asyje mundohu që fëmiju të dytë, bazët e fesë, për te mi mësu. Surën Fatiha, namazin, mi mësu për te, tani ku zgjeno s'pish pun, ama ti me kona i gjithë mund që është e lidh me ty, baba ma ka mësu, nona ma ka mësu, me ditë. Kjo është më rëndësi, mi a mësu kiblen, mi a mësu rështimin, përkatsin, kush jeti, kush jena na, qka synojmë na, qëllimi krimi tonë, të jenë baza madhore, që duhet mi mësu të shpija i mësën. Tani shkon gjami, tani shkon dikon tjetër, tani vazhdojnë, rrugë timi është i gjatë, ama në shpirë duhet mi mësu kiblen. Me pa që, prandaj të ndërë, a nuk është për keqardhje, kur shkon një shpirt muslimanit ka thirë, një ftarë ka thirë në darë ka dikun, edhe të mu që mu falë, të është ka kibla, të zdiva dhe qëllipe me telefon, Por muslimanin shpit vezdin ka kiblen, A ka ma fatkeci, Wallahi, të merë është kjo, fatkecia kjo, Nuk bjenë se kjo shpit vetë, kur ka kibla së këthuja, Të ndërnozër, njerëzit ma heret për para, jo që e kanë ditë ka kibla, po shpit i kanë këthy ka kibla. Shpia o konë ka kibla këthime. E kanë konsideru këthimin e shpis ka kibla, këthim të mbarë. Këthim i mbarë, e ka qitë në kibla, e qëta është mire pëtë. E ki po, na vorët e kemi ka kibla. Musliman, edhe për zdek të edhim ka më këthuje për zgjallë pëtë. Apo, edhe kibla më rëndësi, shumë më rëndësi ka po këthejesh. Orientimet për kacete, ku jeti, ku i lidhti, shumë më rëndësi pëtë. Kër e hub kiblën, kejti ke hub pëtë. Kejti ke hub. Nga se ke hub orientimin pëtë. Njëri që të vëzër nuk din për shambull ka o djath e ka o majt. As nuk din a është dita o natë. A mush me shu sigur të për rrugë? Ja s'mun është vëllah, problem është të problem është. Se ka problem më orientu në hapsir, ka problem më orientu në hapsir, ka të lashe, nuk din. E vendos dikun s'din ku është, me shku për para mbrapa, kjo problem është, s'provë, Allah në rujtë. Andë besimtarin ku të qitësh, a i kible një ka është. E si të lidhës me kible, tjertë pastaj,
Ndyshe funksionon. Prandaj pejgamberi sa kuptim të çlirimit thash gjeografikisht po më pak, ama kuptimisht shumë më shumë, madje baza e çlirimit është çlirimi i Mekës. Kur jemi te Mekë edhe pak se ditë mim të ajetet festakfir atë fesabi bihamdi rabbik edhe pak te Mekja. Të ndërvozër pejgamberi sa kur e ka çliru Mekën, thash, Mekëja si vend është i posaçëm. Në çlirimi i Mekës si vend është i posaçëm. Madje edhe mënyra e çlirimit të saj është i posaçëm. I posaçëm. Nuk ka triumfues në histori që mas gjithë ato luftëve hin në qytetin kryesor për i ka buru rezistenca e hin që shka i pejgamberi alayhi sallam. Idhabu fa antum tulaqa. Shkoni se të falni një nefër. Këtë jo ka falë. Për me ju ka dhu se s'ku marë me jo marë bukën, as karikën, ku marë me jo qunë gjenet. Ku marë me jo nëzin nga dalaleti, ku marë me jo nëzin nga mbeturinat e shejtanit që keni rantu, nga vezveset, ku marë me jo nëzin nga vllavrasja, nga gjakpirja, nga shkelja të drejta, nga shtypja e grave, nga që i marë me jo nëzir. Me që kjo triumfaj, shkani tash. Nuk keni më të rrezikshëm. As nuk jeni më objekt i luftës me mu, s'jeni më interesant. Nga se fitova, u shliru qabja. Ka hi pejgamber son të ndërvozër, si pas shumis të djetare në Mekë me pache. S'ka pas luft. Nuk ka hi ndomon me rezistent, s'ka pas rezistent. Pas një pjesë e caktuar e hymjes, ka pas pak. Aja e ka ratu Khalid më riti shpejt e tapëtër. Edhe ka morë fund. S'ka pas rezistent. Pejgamberi sasëm ka hy, në Mekë i qetë, pa rezistencë, pa betej, i qetë ka i, për të regu se, që kjo komisioni, që shtu pimat ju këmë thonë, që të e këmë kërku pimati, mirë po, keni rezistu, veç ka pas pasoja, veç ka pas viktima, nga se fundi që të u konë marrë. Që shtu të gjithmonë të ndërëzë, njerëzit bredhin, rezistojnë, bëjnë keqë, luftojnë, shpifin, akuzojnë, në fund, ku vinë, vinë të gjukimit të thonë, Rabbi rgjion, o Allah këthem, po që atje kje o mora, që atje kje, ka mujtë këpun kalaj më kry, sa e konë që atje, besa, pëndobu në buri mirë, që ka që atje shtë konë, pse kitë komplikime ke bua bërë, ta një fund këthem, ku me të këthuj më, ku me të këthuj më? Kejtë që të njerë, fatkesi shetani u komplikon situatën, u komplikon, do më thonë, udhëtimin, pravo këto, bredh poshtë për në fund, hjek dorë për tyne, e njerës kërë shojnë që janë të braktisur, Rabbi rgjion, këthem. Allah të kella, s'ka mu këthim, s'ka këthim mu. A da është atje, këna mujtë këtë punë, fillej me e kryja. Edhe pejgamberi mesëm, a ka mujtë mu kry puna, kur ka dalë në Safa, ma ka mujtë mu kry. Filan, Allah më ka dërgu, po në të besojmë kur të kërrejt, qaj e arme qëtë, hajdi bismillah, të punë të partë, a ka mujtë me mu, ka mujtë. E pse vëlla gjithë këtë përre me këni po, pse? Pse? A përshe ku qenë inati, edhe me ndimësia. 13 vite, jo 13 vite, 20 vite luft, pandërprej, beteja, gjak, probleme, shpifje, në fund për çka? Për çka në fund? Për më arë pejgamberi s.a.s. e mi urzu idhët me shkapet të ka thonë, kul gjah el haku, wa zaheqa el batil, inna el batil e kane zahuqa. Thuaj, erdhe vërteta, qaj që jo konë gjithmonë, wa zaheqa el batil, edhe u tret e kota nga se e kota ka qenë gjithë që shtu e tretën, pa e keni majtë pa dihava pëtën. Në të njerëz më nënë me majtë shkumën. Maja e ti, manë me shkumën, pa e diku vetë veti ju shkuma shkanë. Apo vetë veti ju shkuma shkanë. Vetë veti ju shkuma tretë, heq. Përndaj e manë të kotën pa dihava, vëllaj, i shërbën pa dihava. Aja këmu tretë. Sa ka pas një sinqerte, sa ka pas përkushtum për sistemin e kalum, apo të komunizmit të ka, sa kanë hjek, shkum kanë majtë, kanë majtë shkum, e ka shkuaj e shkum, da ju ka mejtë, halash i ke farë shkum, e majnë dikun, pa kam ju shkuaj dhe tyne, të s'ka, së në manë, se do halo e majnë, do e majnë halon do lap, më shef e majnë kanë natën e nëzirin, të lëpë në për vaktin që në konë, e ka në të vaktin e Jugoslavisa, atë vakt kërën konë, normal se, sot dyër në detin e shkua, a i me qëtë e matë me rëzitje, se matë me gjamije e me agjerim, e hala që e shdik i kamet, drejtar kërë kone, kërë i ka nejtë gati punëtorte, hala atë vakt e mon men,
të ati zamanit, ka shku e shku, ka shku e shku, ka shku. Ata që kanë bo beqi këtu e zanë, s'ka më thirë mo, kanë shku ata, e zanë i ka meta. Edhe ata që qashtu sot përbojnë beqi, shami s'ka, këna mi thonë, keni me shku e shami e ka me metë. Se u metë, e ata që thonë që këna me nalë këtë namaz e këtë gjami ju themi, valla veç keni më lodhë. Veç keni më lodhë se gjamia ka me metë, namazë ka me metë, ju keni me shku, bashkë na me juve, po ndryshe të Allahu na, ndryshe të Allahu ju apëtën. Ndaj njëri me pas rikë Allah Gjellewala, masu u ba argat i agendeve të kota, i shkumave, banu argat i fesë Allah të barë kotare, i besimit, i udhëzimit, i asaj që ka alme të pejgamberi s.a.s. Me përullje, modesti, me padashmi i vraj, kështë kejt meke. Kush e kanal? Kush e kanal? A ka pas media, ka pas... Që ka pas në të vak? Kur që s'ka pas? Kush e kanal mi vra, kejt, një ka një? Ma dje, te qabe miranise, ka një që të me i ekzekutu. A ka mujtë pejgamberi, ka mujtë. Pse i ka në shkani, vla? Shkani. A të kuptim, për që na jeni e vorë, që ku e një hardë? Kejt shkaj. Mirë po, ka metë përdesia, ka metë logarithenja, kja kësaj që ka i bënë, se vitet shkojnë, sistemet shkojnë, binë punë, rohën, ama mbetet përdesia për Allah Gjellera, qka kemi thënë Allah të barë këtë ala. I shot dhe po me ka njëre, këni pane për në rrasë Shqipni, njëri ka erzën minarë në gjamisë, me shkelë, nësare shotëm s'pa këba kja u dekë, nëse suspendu të ka Allah Gjellera, pano ka me dëshmi, so së di kush aja, se ka shumë që, po një që e kumë po, nëse suspendu, s'di kush aja, ti menan kështë të thush, subhanallah, pano nëse u dek, e ka me dëshmi, aje vidë dhe ti, apo me gjenerata, a i ka im shën shkellëm gjamis e karzohet, qa ke bo më Allah, e kena bo edhe ma të mirë, Allah, e kena bo edhe ma shumë, po ti që bën ma të kumë të Allah kur dhe lepëm, me ato kumë që i këra minarave, me ato kumë që i ke shkel gjamit, ti Allah që ka kemi thonë, se na gjamit e kene reqe petë, na petë i kena qelë, ma të mlaja, ma të bukra, ma të pasre e kena bo, na po ecëm, ma ti me ato kumë, ti me adorë që i kene shku dekret, mi unalë muslimanve të drejtat e tyne, ti që ka i tushë Allah Gjellewala, so na ecëm, e pun shkanë, dora jote, dora em kanë me ecë, ama ti që ke qitë dekret, që ka i tushë Allah Gjellewala, ajë dëshmijet, ti des, ti shkanë, jetë dëshmi, e një shtypje, një padrejtësie që dikush e ka bo me qitë letër, me emën e mbi emën të vetë, Allah në rujtë. Allah në rujtë nga dështimet e tila edhe nga ngarkeset e tila që kanë mi pasën të gjykimit. A e kjo punë serioze, kjo punë hajgara. Andaj ka i për kamë, që kam jo bojove, që ki me vranë të apëtën, shkret mjera, dështum, kokullur. Ma dy ka onë, që kam jo bo të ashtë juve, që kam jo bo, i ka pytë, që ka? Ka unë te e burë i mirë të gjithë një koni mirë, ne konë. Po këna mujtë për i fillim që është të punë, këtë punë me kërkoni mirë, i këni ditë që mi mirë e në pëtën. E pse pra i bështë natë? Kush ka pësu? Kush ka pësu? Andaj të vëzër, që kjo e të një aja pëtën? Njerës lodhëm, rapojmë, bujnë në fund, vëllaj, qësh ka thënë Allah Gjellë ko bëpë? Qësh ka thënë Allah Gjellë në surë Jusuf? Apo? Vëllazë Jusufit ka ndoshë me gjytë Jusufin, me harru, na bom burat mirë, edhe harrohet. Po ose ti ai që e bën historinë, ose ti ai që sakton apo. Jo. Ti po se bebe ti gjun di kombunor, ti dikon do me shtyp, ti dikon do me ul, ti don, ti menon. Amma ti kush e të vendos, wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. E Allahu xhalla wala është ai që triumfon gjithmonë. Ai fiton. Në fund veç Allahu fiton. Veç që ta edhe kur krejt njerëzit vdesin, krejt shkatrohen ditë në gjykimit, ma dje shkatrohet edhe meleku i surit, edhe meleku i dekës, krejt kur gjusjet. Allahu Gjellewa si kur se thotë surën Ghafir, limen il mulku l'jom, sot pushteti kujt është, ku jeni sot t'ju, qërëzojshit e në nshkrujshit e bëj, ku jeni edhe, limen il mulku l'jom, s'ka përgjigje, eshtje, se s'ka kush, Allahu Gjellewa përgjit, lillahi l'wahid il-kahar, krejt të Allahot janë që është i vetëmi dhe ajmë poshtë të gjithë. Qëka është të vërteta? Tjerë të manipulime dhe mashtrime. Në që të besojmë. Rëndaj edhe, dojna njerëzit me i këthy në nutë të Allahot Gjellore, në besim, në moral, në sjellje, në edukat, mirëqenje, caktuar, që i ka sjellë pejgamberi s.a.s. Pra në qësh ka i në Mekja? Ka i kokullur.
duke madhnu Allahun te barekutaala, edhe duke thonë idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni se jeni të lira, shkoni. S'është takmar, s'ka vra, s'ka plaçkit, s'ka hinë për shtëpia, absolutisht. Ka i qet, edhe ka shku drejt në qabe, i ka zu idhujt, ka thonë se që to jenë konë shirë dhe ketë, për që ta ketë këtë luftë ka unë për dhe të cunga. Krejt luftë o për dhe të cunga që ju s'dëshit me jekë për shpisi ju. Që ka aq? Ko është e ma shumë? Kur të këshurë në fundër, a që ka qa? Që ta Allah o thotë në suni Yasin, që e thotë njëse ditë në shkimit? Alam a'hajdi lejkum ja bani Adem, ela ta abudu shejtan. A ju kom thonë mos e adhurojnë shejtan, a ju kom thonë atë. Me pas keni ngua, krejt që kjo është fund, krejt që kjo rëfimi, fundi krejt që të është. Pastaj të ndërmëzër, Allahu të barë të përmen, o rajtë e nëse e dëkhullën fi din la e fuajgja. I shenjë të kujnë fejnë Allah të barë këtë hala, në fejnë Allah gjellë vala. Mëndaj, ndihme Allah gjellë vala vjen, fitori Allah të barë këtë vjen, përkrahi Allah gjellë vala është kur njerëzit janë sinqertë, janë të vërtet, s'kan interese personale, as klanore, as gjematore, as kurfare, njerëzit veç Allah në madhurov. Derisa muslimant hala kanë fërkime në emën të gjemateve të saktume, ideve të veta, mendimeve fanatike, përjashtojnë tjetërin, apo e kështu më radhë, s'vjen ndihme Allah të gjellë. S'ka përkrahje, nga se cili thret në vetën, e në Allahun, e të Allahu kur thret, më spakov. A i të Allahu të tonë me kamuflim edhe me ambalazh, po në brendi e në esencë të kush, në mbu më shumë, e të një jamuj më tyne. E kërvu në më shumë të e të s'kën për shtetën, kush me kanë? Kush me kanë kështu shtyjë, e dhe më të Allahut. Ndaj, Allahu Gjellewala, thëtë fetë Allahu Gjellewala. Sinqert, edhe të pasus të Muhammedit sallallahu sallam. Pasë e Allah tha, fësëbbi bihamdi rabbike vë stagfiru. Fësëbbi bihamdi rabbik. Kejtë kjo që ka ndodhë, është nga Allahu Gjellewala. është ndihme Allahut. Aja ka mundësu. Aja ka mundësu gjithë këtë. E ta është ti qëka dhe me bëmëtën. Fesebbih. Mas pari ka arë subhanallah. Mi po jove subhanallah. Fesebbih bihamdi rabbik. Madhreja Allahun dhe falendreja. Pse mas pari madhrimi, pas të i falendrimi, mas këti qëllirimit? Mas qëllirimit, kër vjen begatia, qëka thumë na? Elhamdulillah, po. E pse i ka thonë këtu mas pari, thuj subhanatan elhamdulillah? E shto të thonë, po, elhamdulillah, se ndihme Allah, qëllirimi, njerës për infet Allah, këtë begatia mas begatia, realisht, thuj elhamdulillah, jo thuj subhanallah njëre. Tani thuj elhamdulillah, pse? Njën nga kuptimet është se deri sa kjo është që shpesher ke menu që ka orë koha. Apo, e pse për ndodhë kjo, apo, ta është e kuptoha që ketë më urësi kanë qenë. Subhanallah, gjdo gjykimi Allah të është në vend, prandaj mas pari së bih, krejt që ka ndodhë, madhrej Allah në gjellë sa është i patmeta, caktimi Allah në gjellë është i patmeta, a i gjykon me urësi, ti shpesher e ke gutë punën, e ke menov që pse tash, e pse këta, e pse ky, lej këto pse këto kalojnë, fese bih, subhanallah. E kupton që krejt kanë qenë të koordinuara edhe të udhequra me caktimin edhe me dijen Allah xhallahu ala, el alim el hakim, i gjithdijshmi edhe i urti. Andaj thuj subhanallah. Subhanallah mas pari. I cili është i pasur nga çdo emet, i cili ka emrat e bukur, i cili ka cilësitë e përkryera, Allahu te barekuhu teala. E meq është Allahu që kjo thuj elhamdulillah. Shikoni të ndërvëzër. Këtu fesebbi bihamdik. Ti tash thush, mirë, qëllirimi, këtë o që jarën, duhet më elhamdulillah. Allah tha mas parë thuj, subhanallah. Tani po thuj elhamdulillah. Mirë, që kjo elhamdulillah, për çka është? Fesebbi bihamdi rabbik. Allah po të fesebbi, thuj subhanallah, e thuj elhamdulillah. Pse duhet me thonë subhanallah e kuptum? Apo? Pse elhamdulillah? Për cilën pjesë me thonë elhamdulillah? Shumë gani mund mendojmë, po elhamdulillah që Allahu e ka nimu pejgamberin. Elhamdulillah që pra feja. Jo, apëta. Kjo së është dorën e parë. Elhamdulillah për Allahun, mas pari. Pa ma shështë afiton, asfiton, ahup. Elhamdulillah që e kemë Zotin, gjellë vëra. Që kjo është me e madhja, për? Që ta konë subhanallah, elhamdulillah.
Allahun e falenderon për subhanallah, jo për rajtë nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Po edhe për ta, ja, mirë, mos më fakon hyjme në fe, a kështu alhamdulillah? A kështu alhamdulillah? Mos më pasni me Mekës, a kështu alhamdulillah? Jo kështu thon, duhesh me thon. A u shiru Mekë, as u shiru. A hinë njerëz, as hinë njerëz. A u sprovova, as u sprovova. Ti duhesh alhamdulillah që beson Allah xhallahu ala. Çka begatia kryesore të njerëzve. Këto tjerat pastaj janë çështje që Allah te barekutaala. Nuk duhet me e kushtëzu falënderimin me begati. Nëse Allahu te barekutaala falënderohet mbi begatit. Falënderohet Allahu xhallahu ala për qenë e tij të përkryer, veç pse është Allah. Pse është Ar-Rahman Ar-Rahim, që ta është alhamdulillah. Para se me t'jap ty apo. Thush alhamdulillah, alhamdulillah. Andaj ka alhamdulillah rabbil alamin, pse? Pse Ar-Rahman Ar-Rahim. Apo pse është i mëshirshëm, alhamdulillah që kena Zot me këtë mëshirë, alhamdulillah. Tjerë nuk mund thonë kështu apo. Çdo Zot tjetër që falënderohet nuk mund ta falënderojnë pse është i përkryer, o pse kanë interes për tina apo. Çaq. Na jo apo. Na nuk e kushtozojmë përfitimin, nuk e kushtozojmë falënderimin me përfitim, ja. Po, na gjithë përfitojmë, po esenca është tek kënaria për besimin që kina Allah xhallahu ala. Elhamdulillah për pejgamberin, alhamdulillah. Kush ka pejgamber si na? Kush ka Kur'an si na? Kush ka libër si na? Kush ka fe si na? Alhamdulillah, alhamdulillah. Andaj gjenë besimtarin barkun e zbrazur, e gjenë i smut, i lodhur nga smundja. A me gjenë të thonë, alhamdulillah. I lëmë unë për Allah xhallahu ala. E gjenë atë tjetërin, i shnosh, e i pasën, këtë mirat, prapë sot, alhamdulillah. Po thot, Allah në një mundë se shtiru bapën, apo? Ai s'ka hin vetë Allahut komplet. Probleme ka, s'ka hin nga porta e adhurimit, ai ka hin nga porta e përfitimit. Ka hin fe nga porta e përfitimit apo. Thot që piçi po falën, alhamdulillah, po shkon biznesi mirë, punë po shkoj mirë apo. E kur Allahu xhallahu tani të fol sabajin, apo edhe humb biznesin, subhanallahu, fola sabajin di pse hupa. Apo e ja s'bën kështu. A hub, a fiton në çështë tjetër. Ti veç kur ke besu në Allah ke fitu. Që ka që e përmanim. Veç kur e bu musliman ke fitu. Mjafton që ke fitu në njët. Krejt tjera që ka vinë masaj tani, vinë, elhamdulillah, zvinë, o petë elhamdulillah. Nga se të nërëvëzën, mere regull njëtën tonë. Mere regull njëtën tonë ato. Allahu te baraka wa taala kur nuk i merë robit atë që ja ka dhonë, veç më ja marë me lonë për ato. Së ndodhë. Allahu ja merë robit diçka që ja ka dhonë, për me dhonë diçka ma shumë se që ka pasë. Gjithë që shtot, gjithë është. Ama robit u qitë shkelma, e hup edhe të parë në dytën. Shkelmet e tje kanë hup. Ama Allah i konë, po të marë dhe të ara me tjep një mi. A i kaj pëse mi morë dhe po du me të dënë ma mirë, me të ngritë. Se kuptën apë. Andaj, ka ardhë fesebbi bihamdi rabbik. Të adin që i kini za që zga banë, asë nuk flanë, asë nuk banë zullum, apo? Wa ma kane rabbu kanesia. Zotë të shëran, apo? Allah nuk i banë zullum askuq, sa ka jetë në Koran, së banë për drejtësi. Gjdo gjukimi ti është i sakt, i drejt, i duhur, i urt. Andaj, në kuadrët të kësaj, ka thoni Ibn Qayyim rahimullah, krejt hajrin dunja është i lidhër me një sen. Ta kuptër se qka dënë Allahu bëhet e qka dënë Allahu nuk bëhet. Që të mësaj edhe esër në tësh. E kuptove? Veç kam bëdi hava, e mërizë bëdi hava, se s'ka mu bo që është du shte as aj, që është dënë aj ku mu bëhet. Sa ma shumë pajtuat zemrë me ta e para. Dhe dyte e kuptën se ato qka aj dënë është për të mirën tone, se ati si du është heq, hapi i dytë, i tretë është udhëzimin në rrugë të Allahut në qetësi e shpirtër. Prandaj fesebbi bihamdi rabbik. Madhrej Allahun xhallahu ala se edhe kur e plagos në hut, edhe kur të kam vrarë njerëz në hut, edhe kur ke hup atje, kur ke bëu krejt ka qenë subhanallah. Krejt ka qenë me urtësitë Allahu xhallahu ala.
Këtë a i ka liu me të ndodhë ty për urësit ndoja, që i keni kuptu shumë ma voni kuptoni, edhe mos nëzitoni, Allah në madhroje dhe Allah në gjellëve në falëroje. Gjithashtu nga ato që këtu e kuptuam të nërëzër është se ka arë mas pari fesebbi bihamdi rabbik, ka arë subhanallah dhe ka arë elhamna, pasaj ka arë stakfirullah, po. A i subhanallah është madhënim, elhamna është falërim, e stakfirullah është dua, kërkim falje. E ka mësu ndërtimin e komunikimit me Allahun te barekotar. Allah në madhënën, e falënën, pastaj kërkan. Ai që kërkon nga Allahu te barekotar, apo, por menja ti është, nuk di Allahu, a din halën tem që shduhet, ose sa ta di, a din po, që shduhet i përkajmë, në thellësit shpirtit ka njerëz, ma di, thotë shumit se njerëz e mrena atje, e kanë një mendim jo të mirë për Allah në Gjellewa Ala. E lutë Allah në Gjellewa Ala, thotë, s'ma dha Allah. Mene i shkon, po të ma kishë zombra, si shbo, kur që bëlla i shbo. A i kujton që këtë punë rasisht, të është të, ti kuptojnë që gjithë shka është shumë precise e gjikume. Mos menati që është si dikush, po hajtë lem paran tibe se s'bot ka lem, sa që është të kjo punë, na që të menojmë, ne në mësën të një, hajtë që edhe një, qa bëhet për një me jubë në aeroplan, s'bëhet kushë, rinë komë, s'bëhet kushë, so pun kjo rinë t'in komë, Allah haptan, o pun regulli, o pun caktimi, o pun urcije. Anda njerëzit menojnë që kjo pun është, që pse mua, ka mu që, përshamu, qka i shbo, ti kësha fitu 1 milion euro. Qa kësha po korgjë, unë kësha fitu shumë, kësha mora gjamija, ti me... E s'pëdi ka që të me t'jep t'jo, po? E që kjo është e? Bën dua kama se ka të rregullu me subhanallah. E ndash me të përgjigj Allahu xhallahu që ka. Duaja është faza e tretë. Duash subhanallah, duash elhamdulillah, tani o Allah. Apo. Ama subhanallah, këtë të pjesa e subhanallah ka të meta. Te elhamdulillah ka të meta. E pse s'po përgjigjet? Po si ke plotsu dokumentet Allah. Si ke plotsu? Mungu e ki. Don dosja jote është mungu. Dosja subhanallah mungu, elhamdulillah mungu. Tani prandaj duhet me besu këtu. E pastaj vjen stakra që duhet. Gjithashtu të ndërvozër edhe këtu se me dobijet shumë ka po shumë kafuni. Shiko ka arë qëllërimi, ka arë fitoria, ka arë kjo, ka unë fesebih. Unë ti kom jap këtu, ti bëne këtë. Do më në gjdo proces, në qështje, Allah i ka punë të vetë, ti këj punë të të uapër. Ose përzim punë zotë të punë. Ti këj qëka të takon ty. Ti këj qëka të takon ty. Shpeshe njerëzit, apo mirë me punë të zotit. Nëse Allah e ka caktu këtë punë, për shambull, e a i bjen të ashton që jemi të tëru me bo. A e ka caktu, a se ka caktu, është punë e Allah. Punë e të qka është, me kry punë. Apo mush me kry punë. Me dash më falë, a mush mu që mu falë, me muna. Që u në falë? Më stuj dete cakton. Apo, se të nuk e, qështja e caktimit është Allahut, qështja e nështrimit është punë e jotja. Bane punën tonë. Këty ta kanë, që kjo punë e jotja është. Dhe gjithashtu të vëzër në mësën kjo sure që në gjithdo begati që Allah o dërgon, duhet me reagu me adhurim. Ajt begaton, ti reagon me adhurim. Që kështu është komunikime Allah në gjellë vala. Do njerës, Allahu të partu jep, reagon me gjuna. Ja, gabim. Apo. Prandaj Allah i ka thonë, inna fetahna leke fethan mubina. Ne ta kana mundsu një qëllim të madh Mekës, apo li yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, që me të falë Allah gjunat që kanë kaluar që vinë, apo me të pastru Allah xhallahu ala, me të ngritë se pejgamberi ka qenë pa mëkate. Do natë kena qenë tash ti kërko falje. Natë kena dhon kët tash ti bën kët. Bën një jetë rregull. Allahu ta ka mundsu me nguni ders, çka kemi bërë me këtë. Ta ka mundsu Allah bëni punë mirë, tash kemi bërë këtë. Ta ka mundsu kët ti çka kemi bërë. Bëne rregull njët reagimin me adhurim. Nëse të begaton, falëndron. Nëse të sprovon, duron. Nëse gabon, kërkon falje. Reagimet kryesore njët besimtarit në situata që ai kanë për topën. Gjithashtu dhe për fund, do më thonë, përfundimi i surës të vëzër me kërkim falje. Edhe salash të uaba. Djetari kam përmenë dy qështë të kërkim falje, të kam një Allah të uaba. Të kërkim falje është se pikrisht këtu, ku ka ardhë kërko falje, është aludimi se është fundi pejgamberit Alehi Sallatu Sallam. Se gjithmonë në fund, namaz, në Ramazan, në gjitha ka
fundi është me kërkim falje. Andë si ka thonë, ta kënë dhonë fitoren, qëllirimin, ta është i kërk falje, kuptoj që i të shka fundi. E para dhe dyta të ndërronë këtojt një dobi e madhe për neve, është se besimtari në çdo sukses shem mundësi për përmirësim. Njerëzit në dështime i kërkojnë mundësit e përmirësimit. Në sukses, të lhamna që pëshe, në suksesi nuk hap shtek për përmirësim. Jo, apëtën, besimtari në kur me suksesit e stakfurullah. Pse? Ka mujtë më mirë, vazhdojmë të më mirë, apëtën. Andaj çdo ngritje, çdo shkallë, çdo arritje për besimtarin është një shtek i ri për me bëu më mirë, Ai gjithmonë është më i mirë. Nesër është më i mirë se sot. E sot është më mirë se dje. Është në përmirësim të vazhdueshëm. Andaj përfundimi i punëve me stakfirullah, nuk kupton përmirësimin e vazhdueshëm. Dhe mos u kënaq me sukses, mos u kënaq me arritjet momentale, por vazhdo me kon gjithë më i mirë, më i ngritur, më i pasuruar me vepra, me dije kështu me radhë. Innahu kana tawwaba. E ka përru me fjallën tawwab. Edhe pse në rrjet në jetëve vazhdosh me kun innahu kana ghafara. Apo? Pse? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ka fastaghfirhu, atëri istaghfiru i bjen jam i Allahut Ghaffar. S'ka thonë me fjallën tawbe pastaj tawwaba, ja. Zakonisht vepra, kërkesa i përshtatet emnit të Allahut te bareku te ala. Çfarë? Mirë, këtu tawaba ka, pse ka tawaba, pse ka Ghaffara? Një nga kuptimet ka onë djetarët është se nga kuptimet e emnit dhe tawab, ose tawbës është këthimi, mu këthy. Donë Allahu te bareku te ala e këthen robën në dorë. E kjo është shaj që pejgamberin ka mu këthy tek Allahu xhallahu tawaba. Emni tawab është shaj që ki mu këthy. E para për pejgamberin, për neve çka ka tawaba, është se në këtë sure të ndërvozër, apo flitet për ndihmën e Allahut, apo flitet për çlirimin, apo flitet për ngritjen, për keqto, apo flitet për keqto, apo emëruesi i përbashkët i krejt faktorëve që mundsojnë këtë është kthimi tek Allahu xhallahu ala. Pa u kthy tek Allahu xhallahu ala, s'ka as përmirësim gjendjes, as ndryshim, as ngritje, as ktheu tek Allahu xhallahu, që ajo është piknisja e çdo ndryshimi. Piknisja e çdo ndryshimi është më kthy tek Allahu te ala. Më kthy tek Allahu me pendim, më kthy tek Allahu me adhurim, me sinqeritet, ktheu tek Allahu xhallahu ala. Andaj ka thënë tawaba kthimin. Dhe në fund tawaba kthim, çka është kuptimi i kthimit? Ato që Allah e ka dhënë surën Kasas. Pse Allah i ka thënë ai që të kap ti Kur'anin, Naraduke ila ma'ad. Kom të kthy pe çati ku ka dalë atë. Atë kanë dhënë pe Mekës. Atë kanë dhënë, kanë më të kthy pe Mekës atë. E ti e këthy tek Allahu, në të këna këthy ty, pe i vend ku të kanë zira, pëtën. Premtimi Allah që me emrin e ti, e të wap të këthimit në premtim, të këthimit në përkrahje, por të këthimit të robit tek Allahu te bareke wa ta'ala. Andaj të këthimi Allah me zemra të penduara, me pastrim të zemrave tona, me shërim të zemrave, me nështrim për ujnë dhe Allah te bareke wa ta'ala, me stabilitet të këthimi Allah me që e ka kërku, me udhëzimet e Kuranit e Sunnit pejgamberit alayhis salatu wasallam, me mësimet dhe interpretimet e dietarëve tonë, që shekull pas shekulli i kanë transmetuar, derisa kanë ardhur elhamdullah edhe në kohrat tona e vazhdojnë din kiamet me lejen e Allah xhallahu ala, lutim Allah na takon Allahu xhallahu ala me të e ai kënaqsh me neve. Et në mundson dunja t'i kthehemi Allah, t'i kthehemi udhës së dur, t'i kthehemi udhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se që ajo është e dobishme dhe është njerëzve u kryen punë dhe ju duhet në çdo kohë, në çdo vend. Allah shpërblet për vëmendjen, për sabrin, me kaq personte takohemi inshallah në takim në ardhshëm me surën e ardhshme inshallah. Wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.